Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk do ta besoni, por orizi që nga sekreti i bukurisë japoneze, ja si ta përdorni. Në të kaluarën, njerëzit e zakonshëm në Japoni nuk mund të hanin shumë oriz sepse shumica e tij ishte e rezervuar për fisnikërinë dhe fermerët japonez madje ata përdornin oriz për të paguar edhe taksat e tyre. Sot ne nuk mundemi ta imagjinojmë dot kuzhinën japoneze pa petë orizi, sushi ose oriz ngjitës me vezë të skuqura, dhe kjo kokër e shijshme dhe shumë ushqyese ka marrë vendin e saj në raftet e kuzhinës tonë dhe nuk është vetëm një pjatë e dytë ose një shoqërues. Në fakt, një tas i shëndetshëm me oriz mundet që të ketë shumë përfitime për trupin tuaj në mënyra të habitshme. Mundet ju ndihmoj për të rënë nga pesha. Nëse keni qenë në një përpjekje për të humbur peshë për mjaft kohë, një pjatë oriz mundet të jetë pikërisht ajo që ju mungon ose që mund t'ju ketë sugjeruar edhe dietologu ose mjeku. Për shkak se orizi është me pak yndyrë dhe natrium dhe njëkohësisht me shumë fibra, mundet që të jetë një shtesë e shkëlqyeshme për dietën tuaj. Ju ndihmon për të dukur më të rinj. Gratë japoneze përdorin ujë orizi për ta mbajtur lëkurën e tyre të butë dhe njëkohësisht më të freskët, por ngrënia e orizit rregullisht mundet t'ju ndihmoj që të ndaloni edhe orën. Orizi përmban shumë antioksidantë që mbrojnë qelizat e lëkurës nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira dhe madje mundet që të zbustë edhe rrudhat ekzistuese. Ju ndihmon gjithashtu për të mbajtur zemrën e shëndetshme. Të hani oriz rregullisht është një mënyrë tërësisht natyrale dhe tepër e shijshme për të përmirësuar njëkohësisht shëndetin e zemrës tuaj, për shkak se ajo është një anti-inflamator natyral, parandalon krijimin e pllakave brenda enëve të gjakut dhe ul gjithashtu rreziqet tuaja për gjendje të caktuara të zemrës, si për shembull sulmet në zemër ose dhe goditjet në tru. Orizi është gjithashtu i pasur me flavonoide që janë provuar se luftojnë sëmundje të ndryshme të zemrës. Ndihmon ata që vuajnë nga sheqeri në gjak. Për cilin do që vuan nga sheqeri i lartë në gjak, ngrënia e orizit është një mënyrë shumë e mirë për ta luftuar atë, por është mirë që ju të zgjidhni orizin kafë, sepse ai ka rreth 3 herë më shumë fibra dhe njëkohësisht është më i lartë në proteina. Sekreti i lëkurës dhe i flokëve të bukur mbase gjendet në oriz, të cilin ju e zjeni në tenxhere. Më shumë energji, lëkurë të shëndetshme dhe flok të shkëlqyeshëm janë vetëm disa nga përparësitë të cilat mund t'i keni në qoftë se ju e provoni këtë recetë dhe ajo është kaq e thjeshtë sa që mund ta bëni edhe vetë. Uji i orizit është sigurisht receta popullore kineze që gjen përdorim të gjerë në rutinën e kujdesit të lëkurës, por këtu ne do t'ju tregojmë se si ju ta përdorni atë edhe për flokët. Uji i orizit është i pasur në aminoacide, vitaminë B dhe E, minerale dhe antioksidantë. Me përdorimin e rregullt të ujit të orizit, ju do të shihni se sa më të butë dhe të fortë njëkohësisht do të jenë flokët tuaj. Gjithashtu, receta e përgatitjes së ujit të orizit është shumë e thjeshtë nga sa ju mendoni. Ajo që ju duhet të bëni është thjesht që të pastroni një filxhan me oriz organik me ujë të pastër dhe pastaj zjeni orizin në një tenxhere pak a pak me 3 filxhan me ujë. Pas zjerjes e filtroni dhe hidhni ujin në një enë të pastër. Lëreni ujin që të ftohet dhe më pas hidheni në një enë me kapak dhe lini në frigorifer për plot një javë.
I tretni një ose 2 lugë me këtë lëng në një filxhan me ujë. E përzjeni për të përfituar një përzierje e cila I ngjan qumshtit. Përdoreni më pas këtë përzierje sipas nevojës për regjimin tuaj të bukurisë. Uji tonik. Uji orizit mundet që të zvogëloj poret, mbron lëkurën nga rrezet ultraviolet dhe gjithashtu e pastron lëkurën nga qelizat e vdekura. Lyeni një top pambuku në ujin e orizit dhe aplikoni direkt në fytyrën tuaj. Siguroni që fytyrën ta keni të pastër nga grimi, pasi ky produkt duhet të jetë I fundit që duhet vendosur në lëkurën tuaj. Uji I orizit mundet gjithashtu që të zbejë edhe shenjat e akneve. Ndonse ky ujë nuk trajton aknet apo puçrat, ai ka vetinë që t'i rikthejë lëkurës tuaj pigmentin natyral duke zbehur skuqen. Përmirëson shëndetin e flokëve. Pas të larjes së flokëve me shampo, flokët I trajtoni me ujin e orizit të tretur në ujë të thjeshtë. Duke I përdorur majat e gishtërive, I bëni masazh lëkurës së kokës lehtë për 10 minuta. Shpëlajini flokët mirë me të dhe përsëriteni këtë trajtim 2 ose 3 herë në javë. Për ushqim shtesë ju mundet që të shtoni disa vajra aromatike si të rozmarinës ashtu edhe të livandës në ujë të orizit para përdorimit. Në të gjithashtu mundet që të shtoni edhe çaj të gjelbër. Nëse përdorni ujë orizi të fermentuar, siguroni që ta tretni atë përpara se t'i shpëlani flokët me të. Zbut flokët e elektrizuar. I pastroni flokët me shampon dhe më pas I shpëlani mirë me ujë të ftohtë. E përzjeni një pjesë me ujë të fermentuar orizi me 3 pjesë të ujit. Përdoreni këtë përzierje për shpëlarjen përfundimtare. Përsëriteni këtë trajtim 1 ose 2 herë në javë për rezultate më të mira. Përmirëson ngjyrën natyrale të lëkurës. Zhytni një copë pambuku në ujë të tretur të orizit. Aplikojeni atë në fytyrë të pastër. Lëreni të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta. Pastaj me lëvizje qarkore I bëni masazh lëkurës për disa minuta. Shpëlajini më pas me ujë të vakët. Bëheni këtë së paku 1 herë në ditë dhe për përmirësim të ngjyrës natyrale të lëkurës. E bën lëkurën tuaj më të butë. Tretni ujin e orizit me ujë të ftohtë në raportin 1:2. Zhyteni një peshqir të vogël në këtë përzierje dhe më pas vendoseni peshqirin në fytyrën tuaj të pastër dhe lëreni atë që të qëndrojë në fytyrën tuaj për 15 ose më shumë minuta. Lajeni fytyrën ngadalë me ujin e mbetur të orizit për të pasur lëkurë të butë dhe të lëmuar. Në fund shpëlajeni fytyrën tuaj me ujë të thjeshtë. Përsëriteni këtë trajtim 1 herë në ditë. Pastrues për djegjet nga dielli. Uji I orizit mund të përdoret edhe në lëkurën e djegur nga dielli, qetëson në dhimbjen dhe eliminon skuqen. Aplikoni të ftohtë në lëkurë. Ngadalëson plakjen. Uji I orizit ka shumë përbërës që rigjenerojnë lëkurën. Duke e përdorur atë vazhdimisht do të përfitoni vitamina dhe minerale të cilat do t'i mundësojnë lëkurës tuaj të riparojë qelizat e dëmtuara dhe njëkohësisht të duket akoma dhe më e bukur. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse I keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.